Rogerti ka shokuar banorët me një deklaratë të fortë gjatë një bisede me moderatoren, pasi ajo i drejtoi një pyetje lidhur me arsyeën e pjesëmarrjes së tij në lojë. Moderatora donte të dinte nëse ai do të kishte të njëjtën sjellje, edhe nëse nuk do të kishte çmim të madh dhe gjithçka do të ishte vetëm një eksperiencë televizive. Nëse do të ishte thjesht një eksperiencë televizive, nuk do të merrja pjesë. Kam ardhur vetëm për lekët, do t'ia ruaj djalit se unë ndjej që s'do të jetoj mbi 5 vjet. Me këtë deklaratë të fortë, të gjithë banorët reaguan të habitur nga fjalët e tij. Moderatorja e surprizuar e pyeti më tej për arsyeën e kësaj deklarate, por Rogerti e anashkaloi me diplomaci, duke treguar se kursimet ja ka ruajtur djalit dhe nuk do t'ja preki deri në 18 vjeç. Ndërkohë Ilnisa u dëgjua duke reaguar, jo kaq emocionale Rogert. Pas kësaj bisede, reagimet në rrjetet sociale nuk kanë qenë aq pozitive, ku disa komentuese kanë cilësuar Rogertin si viktimizues për shkak të deklaratës së tij emocionale, edhe pak në ngelet për të mësuar se kurse të fitojë shtëpinë të famshme në Shqipëri numër 5. Po ju si mendoni? Lini komentin tuaj poshtë videos. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.